pak ka lëshuar urdhër kontrolli për shtëpinë e 2 motrave Giovanna dhe Alda Nikolli, ndaj të cilave verën e kaluar u vendos tritol në derë të shtëpisë. Pasi u shpall kompetente për hetimin e çështjes, Prokuroria kundër korrupsionit e krimit organizuar, këtë të premte është në përpjekje të gjetjes së motiveve të ngjarjes, për të cilën motrat fajsuan drejt për drejt bashkëpunëtorin e drejtësisë Nuredin Dumanin. Alda Nikolli, motra e madhe, sipas burimeve ka pasur edhe një marrëdhënie me këtë të fundit. Ajo dyshon se e dashura aktuale e tij ka dashur të asgjësojë. Ndërsa motra tjetër Giovanna është e fejuara e një tjetër personazh të botës së krimit që është dënuar nga gjykata e posaçme. Fjala është për Amarildo Nikollin që u vu në pranga pak përpara se të ekzekutonte një person në Vlorë. Pasi mori statusin e të penduarit të drejtësisë, gjykata e dënoi ato përfundimisht me 2 vjet e 9 muaj burg për atentatin e mbetur në tentativë, vetëm për akuzën e armbajtjes pa leje. Nga vendosja e tritolit në derën e shtëpisë ku ato banonin me qëran Elbasan, mbeti viktim rastësisht Enea Thomaraj, fëqinji i tyre. Ky i fundit në luftë me jetën u mbajt 3 muaj në reanimacion, pasi nga vala goditëse e tritolit, ju shem dera e shtëpisë së tij duke i rënë në kokë. Fatkeqësisht, 29 vjeçari nuk ja doli dot dhe humbi jetën në spitalin e traumës.